Mirdita hapim seancën plenare. Në bazë të nenit 30 rregullores, ju bëhet njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, miratim për zverbalit seancë plenare datë 5/3/2026. Pika 2, njoftime. Pika 3, projekt vendimi për dhënë autorizimin nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zvendësimit të masës sigurimit. Pika 4, projekt ligji për aderimin e Republikës Shqipërisë në Konventën e Metrit në nënshkruar në Paris në 20 maj 1875, nënshkruar në Konventën e nënshkruar në Sevre më 6 tetor 1921 dhe rregulloren përkatëse. Pika 5, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes SUAS ndërmjet Republikës Shqipërisë, Huamarsi, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare KESH, Agjencia e Zbatimit Projektit, dhe KFV Frankfurt am Main, KFV, për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës. Pika 6, projekt vendimi për shtesa në vendimin numër 64/2025 për caktimin e antarësisë komisioneve të përreshme të Kuvendit i ndryshuar. Pika 7, projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 65/2025 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përreshme të Kuvendit i ndryshuar. Pika e 8, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështje sipas rendit ditës. Miratimi për zverbalit seancës plenare datës 5/3/2026. Ju njoftoj se për arsye teknike për zverbalit seancës plenare datës 5 mars 2026 nuk mund të vihet në dispozicion në seancën plenare të sotme, do të përcillet për miratim në seancën e radhës. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 5 akte nga Këshilli i Ministrave, 2 nisma deputetësh, 1 kërkesë për interpelancë dhe 1 kërkesë për seancë pyetje-përgjigje. Titullet e nismave të depozituara mund t'i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të Kuvendit. Ju njoftoj se me shkresën numër 1083 protokollit datë 10/3/2026 të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputeti Piro Vëngu caktohet kryetar në grupin e miqësisë Shqipëri-Francë dhe antar në grupet e miqësisë Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëri-Zvicër. Deputeti Elisa Spiropali caktohet antare në grupin e miqësisë Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëri-Izrael dhe Shqipëri-Gjermani. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt vendimi për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku nëpërmjet zvendësimit të masës sigurimit. Siç jeni ndjeni, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në datën 16/12/2025 ka paraqitur kërkesën me numër 43019 protokollit datë 16/12/2026 e protokolluar në Kuvend me numër 4019 protokollit datë 16/12/2025 për dhënien e autorizimi nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit nëpërmjet zvendësimit të masës sigurimit. Menjëherë pas marrjes kërkesës në zbatim të nenit 118 pika 1 e rregullores, kam thirrur mbledhjen e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, i cili e zhvilloi mbledhjen në datën 19/12/2025. Janë përgatitur 2 raporte rekomanduese për shqyrtimin e kërkesës prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raporti rekomandues i 5 deputetëve të pakicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, si dhe raporti rekomandues i 5 deputetëve të shumicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Në bazë të nenin 113 pika 3 rregullores, raportet me rekomandimet përkatëse janë publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit. Në zbatim të nenin 118 pika 4 rregullores, përcaktohet se shqyrtimi i kërkesës për caktimin e masës në arrest ose heqjen e lirisë së çfarëdo lloj forme apo të kontrollit personal ose kontrollit banesës së një deputeti, vendoset si pikë e parë rendit ditë të seancës pasarse pas paraqitjes raporteve të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Në seancë plenare jepet fillimisht fjala deputetit ndaj të cilit është paraqitur kërkesa. Kuvendi vendos me votim të hapur për dhënien ose mos dhënien e autorizimit për caktimin e masës arrest me burg ose heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme apo kontroll personal ose të banesës ndaj deputetit. Raporti i Këshillit nuk është objekt diskutimi në seancë. Deputetja Belinda Balluku, zonja Belinda Balluku, ka të drejtën e fjalës. Nuk ka paraqitur kërkesë për të mbajtur fjalën, ndërkohë fillojmë me prezantimin e raportit rekomandues të 5 deputetëve të pakicës parlamentare, antarë të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetit. Zoti Oerd Blykbashi si relator, fjala për ju.
Të nderuar deputet, të nderuar shtetas të Republikës Shqipërisë që na dëgjoni sot në këtë seancë të rëndësishme, një nga seancat të cilat do të lërë gjurmë në mënyrën se si Parlamenti i Shqipërisë përfaqëson dhe garanton të drejtën e gjithë shqiptarëve për mirëqeverisje. Sot, në emër të 5 deputetëve të antarë të Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin, do të lexoj përmbledhjen e raportit rekomandues të gjysmës së Këshillit, pra përfaqësuesve të opozitës në Këshill, në lidhje me kërkesën e prokurorisë për rastin Balluku. Kuvendi i Republikës Shqipërisë në datën 16 dhjetor 2025 është vënë në lëvizje nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me shkresën numër 43019 të protokollit datë 16 dhjetor 2025, ku ka kërkuar nga Kuvendi dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë të arrest në burg apo në shtëpi të zonjës Belinda Balluku, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendëskryeministrit. Kjo kërkesë e prokurorisë shoqërohet nga relacioni përkatës i arsyetuar, si dhe me provat e plota të administruara në mbledhjen e Këshillit, me anë të cilit parashtrohet se prokuroria në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025 ka marrë si të pandehur dhe person nën hetim deputeten Belinda Balluku, për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur, janë 11 fakte penale, veprën penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 258, fraksion 2 e 25 të Kodit Penal. Kërkesa që bazohet në nenet 73, 95, 103 të Kushtetutës, nenet 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, si dhe në nenet 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit, është marrë në shqyrtim nga Këshilli për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin në vijim Këshilli, në mbledhjen e datave 19 dhjetor 2025 dhe 23 shkurt 2026. Në përfundim të shqyrtimit nga Këshilli, përfundimisht 5 antarë të Këshillit përfaqësues të pakicës parlamentare, në mbështetje të neneve 73, 95, 103 të Kushtetutës, neneve 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, neneve 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit, si dhe nga analiza e fakteve dhe rrethanave të çështjes. Rekomandojmë që deputetët në seancë plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të votojnë pro për miratimin e kërkesës numër 43019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 të Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku, në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur veprën penale, shkelja e barazisë në tendera, për e pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 258, 2 e 25 të Kodit Penal. Në miratimin e këtij rekomandimi mbajmë në konsiderat sa më poshtë. Sipas jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, pika 2 e neni 73 synon të mbrojë veprimtarinë e vetë Kuvendit, jo të deputetëve të veçantë.
për aq sa ajo mund të cënohet si rezultat i procedimeve penale me sfond politik ndaj deputetëve të veçantë. Në këtë kuptim, vlen teksohet edhe qëndrimi i Komisionit Venecias, sipas cilit imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllimi kryesor i tij, i imunitetit parlamentar, është mbrojtja e vetë parlamentit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrim dhe ka krijuar standardin sipas cilit duhet ekzistojë një prezumim themelor që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se akuzat ndaj deputetit përkatës janë të motivuara politikisht. Dhe paprekshmëria e tij duhet të zbatohet vetëm në rastet kur ka arsye për të dyshuar se në vendimin për ndjekjen penalisht të deputetit ka element partijako politik. Për këtë arsye, ushtrimi i përgjegjësisë kushtetuese nga ana e Kuvendit për të dhënë autorizimin me të cilin zyrtari publik zhvishet nga paprekshmëria duhet të synojë vetëm mbrojtjen e veprimtarisë normale parlamentare dhe verifikimit nëse akuza është e motivuar politikisht. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 që u frymëzuan nga nevoja për të intensifikuar luftën kundër pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë shtetëror, reformuan thelbësisht konceptin e imunitetit parlamentar në Shqipëri. Rregullat e reja kushtetuese kanë tentuar të afrojnë zyrtarin e lartë shtetëror me qytetarin e zakonshëm në raport me përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë për zbatimin e ligjit për të garantuar barazinë përpara ligjit. Një ndryshim i tillë erdhi si nevojë jo vetëm me një orientimi politik qeverisës në vitin 2012, por dhe si një detyrim për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të disa marrëveshjeve ndërkombëtare mes të cilave përmendim konventa penale kundër korrupsionit e Grekos. Në këtë pikpamje, Kuvendi verifikon vetëm procedurën që është zhvilluar, pa i hyrë cilësisë dhe vlerës së provave në drejtim të faktit penal dhe të autorësisë, ndryshe nga ajo që kanë bërë përfaqësuesit e majorancës qeverisë në Këshill. Imuniteti procedural nuk mundet dhe nuk duhet që në asnjë rrethan të shndërrohet në një mburojë nga pandëshkueshmëria apo si pengesë për drejtësinë. Nëse pranohet e kundërta, atëherë çdo akt i prodhuar është absolutisht i pavlefshëm sepse në mënyrë të dukshme Kuvendi tejkalon kompetencën e tij dhe merr kompetencë për ushtrim të paligjshëm të ndjekjes penale, pra uzurpon kompetencën gjyqësore. Nëse Kuvendi shqyrton nevojën apo jo të kryerjes së një veprimi konkret hetimor nga ana e organeve të drejtësisë, atëherë demokracia përballet me një rrezik flagrant. Rënohet parimi i ndarjes së pushteteve i sankcionuar nga Neni 7 i Kushtetutës. Jo vetëm kaq, por situata shture dhe pasjell një tërësi pasojash që dëmtojnë pa kthim parimet e drejtësisë dhe të shtetit ku sundon ligji. Në këtë terren kushtetues, në rastin konkret, është detyrë e Kuvendit verifikojë vetëm nëse ekzistojnë të gjitha kushtet për dhënien e autorizimit që kërkohet nga prokuroria për arrestimin e deputetit. Kuvendi në cilësinë e pushtetit legjislativ në këtë lloj procedure ka vetëm një detyrë: të sigurojë që deputeti në procedurë të mos jetë peng i përdorimit abuziv, politik o partijak për shkak të veprimtarisë së tij parlamentare. Nga deputetët e pakicës parlamentare në Këshill, ne, si deputet, mbajmë në konsiderat dhe standardin e vendosur nga Komisioni i Venecias, sipas të cilit organi parlamentar që shqyrton një kërkesë për heqjen e imunitetit nuk duhet të bëjë një shqyrtim ligjor të çështjes. Vendimi duhet bazohet mbi faktet dhe meritat e çështjes, siç i parashikojnë autoritetet dhe deputeti në fjalë dhe jo mbi konsiderata të tjera politike apo të jashtme.
Në përputhje me këtë standard, Kuvendi nuk ka kompetencë për të vlerësuar meritën e çështjes për caktimin e masës sigurimit, llojit saj apo kushteve për secilën masë, por ka vetëm rol në verifikimin e ekzistencës formale të përmbushjes këtyre kushteve. Në të kundërtën, ai do të bënte shqyrtim ligjor të çështjes, jashtë kompetencës së tij kushtetuese dhe në shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Kuvendi duke mos qenë organ kompetent, sipas kushtetutës përgjegjës për hetimin penal, nuk mund të çmojë meritën se cila është masa e përshtatshme e sigurimit për të mbrojtur hetimet apo të veprimeve konkrete që duhet të ndërmarrë prokuroria, që hetimi të jetë i plot dhe i pacënuar. Kjo është një kompetencë ekskluzive e pushtetit gjyqësor. Nëse Kuvendi do të vlerësonte që një masë e caktuar sigurimi është më e përshtatshme se sa një tjetër, apo një masë e caktuar sigurimi është e mjaftueshme, kjo do të përbënte ndërhyrje në kompetencat dhe pushtetin gjyqësor dhe përpasojë ndërhyrjen e drejt për drejt në mënyrë antikushtetuese në hetimin penal. Në rastin shqyrtim, Kuvendi nuk është ftuar për të caktuar një masë sigurimi, sepse nuk është kompetencë e tij caktimi i masës së sigurimit. Kuvendit i është kërkuar autorizim nga prokuroria që ajo të ketë mundësi të drejtohet gjykatës për caktimin e masës së sigurimit. Ashtu sikurse edhe pika 3 e nenit 260 të kodit procedurës penale sankcionon, citoj, kur nevojat e sigurimit rëndohen, gjykata me kërkesë të prokurorit mund vendosë zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. Mbyll citimin. Është kompetencë kushtetuese dhe ligjore gjykatës që me kërkesë të prokurorisë të vendosë për zëvendësimin ose jo të masës së sigurimit. Caktimi i masës më të përshtatshme të sigurimit dhe përpasojë vlerësimin kushtetues ligjor për këtë është brenda sferës ekskluzive të gjykatës. Vendimarrja e gjykatës i nënshtrohet kontrollit të brendshëm nga vetë sistemi gjyqësor, fillimisht në gjykatën e shkallës parë në mënyrë periodike, më pas nga gjykata apelit, gjykata e lartë apo gjykata kushtetuese. Nëse Kuvendi do të mbante qëndrimin që s'ka nevojë për një veprim të caktuar në kuadër të një hetimi penal, caktimi një mase më të rëndë, sigurimi personal për të mbrojtur të pacënuar hetimin, ndërkohë që organi i ngarkuar nga kushtetuta për të ushtruar ndjekjen penale, prokuroria, çmon dhe vërteton të kundërtën, atëherë Kuvendi në mënyrë antikushtetuese do të uzurponte kompetencat e organit të hetimit dhe pushtetit gjyqësor, duke i njohur vetes atributin e caktimit të masave të sigurimit. Kjo do të ishte një ndërhyrje brutale në sferën e kompetencave të pushtetit gjyqësor dhe përpasoj cënim flagrant i nenit 7 të kushtetutës, parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Në përputhje me sa më lartë, Kuvendi në këtë lloj procedure ka autoritet kushtetues të verifikojë vetëm 1. Ekzistencën e një procedimi penal të ligjshëm dhe mungesën e motiveve politike në hetimin penal të çështjes. 2. Ekzistencën e kushteve ligjore për autorizimin e veprimit të kërkuar nga prokuroria. 3. Plotësimin nga ana përmbajtësore të disa kriterëve të elaboruara nga Komisioni i Venecias. Në përfundim të këtij verifikimi rezulton në mënyrë të përmbledhur, raporti është këtu i tëri, është depozituar, është në dispozicionin tuaj dhe të publikut, pra rezulton në mënyrë të përmbledhur se 1. Provohet se ekziston një procedim penal i ligjshëm dhe se në rastin konkret jemi përpara prezumimit bazik që imuniteti duhet të hiqet sepse nuk ka asnjë pretendim apo arsye të besohet se akuzat kundër deputetes Balluku janë të motivuara politikisht, madje dhe vetë ajo, përmes avokatëve të saj, e konfirmon një fakt të tillë në seancë të
Këshillit Përkatës. 2. Provohet dyshimi arsyeshëm i bazuar në prova. Prokuroria tregon në mënyrë të qartë se ekziston dyshimi arsyeshëm dhe ai bazohet në një set provash që janë depozituar bashkëlidhur kërkesës dhe relacionit shoqërues, gjithsej 80 prova të ndara në 12 volume. 3. Provohet rreziku për procedimin penal. Prokuroria në kërkesën drejtuar Kuvendit, si dhe në përgjigje të pyetjeve përpara Këshillit, treguan qartazi se në rastin konkret ekziston rreziku për prishjen e provave të procedimit penal. Nga deputetja Belinda Balluku. Pozicioni i saj si deputet i mazhorancës, ish zëvendës kryeministër dhe ish ministër, lidhja e ngushtë me një numër të konsiderueshëm të ministrave aktual të kësaj qeverie, në detyrë apo funksionar të lartë të administratës publike, drejtor të përgjithshëm të promovuar në detyra prej saj, është tregues i qartë i lidhjeve dhe aftësisë së saj për të ndikuar në cilësinë e provave të procedimit penal. Për më tepër, gjatë mbledhjes së Këshillit të datës 23 shkurt 2026, prokurorët sqaruan më tej këtë rrezik duke theksuar dhe paraqitur provat përkatëse, se deputetja Belinda Balluku është përpjekur të ushtrojë presion mbi dëshmitarët përmes 2 formave. 1. Përmes të fortëve, e citoj, të fortëve, për të cilët prokuroria deklaroi se po verifikohet nëse janë të përfshirë në veprimtari të krimit organizuar, verifikim që mbulohet nga sekreti hetimor. Por prokuroria paraqiti provë konkrete përpara Këshillit për këtë. 2. Përmes zyrtarëve publik, pjesë e kabinetit të ministres, të cilët ose kanë shantazhuar për shkarkime nga puna ndaj familjarëve, ose kanë ofruar para në këmbim të ndryshimit të dëshmive dhe avokatit. 4. Provohet nevoja e kryerjes së veprimit nga ana e prokurorisë në kuadër të përshtatshmërisë së masës së kërkuar. Prokuroria në kërkesën e saj dhe në përgjigjet e dhëna përmes Këshillit tregoi qartë se çdo mas tjetër, veç asaj të arrestit, është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore të veprës penale për të cilat po procedohet dhe për shkak të personalitetit kriminal të deputetes Belinda Balluku. Në këtë drejtim, duhet të evidentohet se rasti konkret paraqet rrezikshmëri të shtuar për shkak të përsëritjes në vazhdimsi të njëjtës vepër penale, duke dëmtuar drejt për drejt imazhin e institucioneve shqiptare në sy të opinionit publik, por dhe imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ndalen për një moment. Mjafton të lexohet raporti i prokurorisë posaçme nga të gjithë dhe kuptohet plotësisht se në çfarë degradimi total ka rënë shteti shqiptar, funksionimi i tij jo në përputhje me ligjin, por në shkelje totale të ligjit. Rikthehem tek raporti. Nga ana tjetër, nevojat e sigurimit janë rënduar për personin nënhetim dhe të panderën Belinda Balluku. Është fakt që prokuroria nuk ka kërkuar mas sigurimin në momentin që deputeti Belinda Balluku është marrë i pandehur për një fakt penal, ndërtimi i tunelit të Llogaras. Më pas ka lindur nevoja për caktimin e masës së sigurimit, sepse ajo ka marrë cilësinë e personit nënhetim për një tjetër fakt penal. Ndërtimi i lotit 4 të Unazës së Madhe Tiranës, ku prokuroria dhe gjykata, në respekt të parimit të përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të masave të sigurimit penal, kanë kërkuar dhe caktuar një masë të lehtë të sigurimit personal, atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe të masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të një funksioni a shërbimi publik.
e cila ka mbetur e pazbatueshme për shkak të shkarkimit të saj nga detyra. Më pas, në ngarkim të deputetit Belinda Balluku, janë atribuar dhe 6 fakte të reja penale dhe indicje të mjaftueshme për 3 fakte të tjera penale. Dhe kjo ka diktuar nevojën e prokurorisë për të kërkuar autorizimin nga Kuvendi i Shqipërisë për të lejuar paraqitjen në gjykatë të kërkesës për caktimin e masës arrest në burg apo arrest në shtëpi, dhe për më tepër mos kryerja e veprimit mund t'i jap mundësi të pandehurës që të dëmtojë hetimet dhe të pengojë drejtësinë. Është kompetencë e prokurorisë dhe gjykatës që më pas të vlerësojë në mënyrë periodike vijimin ose jo të nevojave që diktojnë kryerjen e veprimit të caktuar në mbrojtje të hetimeve. Pra është vetëm gjykata që do të caktojë këtë dhe nuk mund të jetë kurse si ky parlament pa shkelur kushtetutën. 5. Provohet përmbushja e të gjitha kritereve të përcaktuara nga Komisioni i Venecias për heqjen e imunitetit. Deputetja Belinda Balluku, përmes avokatëve të saj, nuk ngriti asnjë pretendim se ndodhemi përpara ndonjë prej kritereve që ka përcaktuar Komisioni i Venecias për mbajtjen e imunitetit dhe konkretisht, kur pretendimet janë qartazi dhe haptazi të pabazuara, kur shkelja e pretenduar është një pasojë e paparashikuar e një veprimi politik, kur pretendimet janë paraqitur qartësisht me motive politiko-partijake, fumus persekucionis, me qëllim shqetësimin ose intimidimin e deputetit ose ndikimin tek mandati i tij. Kur procedurat ligjore mund të rrezikojnë seriozisht funksionet demokratike të parlamentit ose të drejtat themelore të një deputeti ose grup deputetësh. Asnjë prej këtyre nuk ka rast në çështjen Balluku. Në mungesë të këtij pretendimi, Kuvendi nuk mund dalë jashtë vlerësimit të këtyre kritereve që është i detyruar të votojë pro dhe është i detyruar të votojë pro heqjes së imunitetit për shkak se provohet që përmbushen kriteret e Komisionit Venecias për heqjen e imunitetit si më poshtë. 1. Heqja e imunitetit deputetit nuk e vë në rrezik serioz funksionimin demokratik të parlamentit. 2. Kërkesa për dhënien e autorizimit heqje imuniteti është përshkruar në aktet e prokurorisë se bazohet në shkaqe të drejta, të rëndësishme dhe të sinqerta. 3. Shkelja pretenduar nga ana e prokurorisë, akuzat. Pra kjo shkelje është veçanërisht e rëndë për shkak se ajo është e përsëritur në 11 fakte penale me një dëm të konsiderueshëm financiar dhe për një fond publik me vlerë të jashtëzakonisht lartë, 1.1 miliard euro. Shkelja që atribuohet deputetit për të cilat kërkohet heqja e imunitetit nuk është pasojë e veprimtarisë së tij si parlamentar. 5. Dhënia e autorizimit të heqja e imunitetit është një barrierë e vërtetë e cila nëse nuk realizohet atëherë verifikohet një pengim real i drejtësisë. 6. Mosdhënia e autorizimit është një akt i cili komprometon tërësisht autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit në sytë e publikut dhe në marrëdhëniet institucionale me organet e tjera, për shkak se shkelet pas një motiv ligjor parimi kushtetues i barazisë përpara ligjit dhe parimi i ndarjes dhe balancimit mes pushteteve. 6. Provohet përmbushja e të gjitha kushteve dhe kriteret ligjore të caktimit të masave të sigurisë të parashikuara në 228, 229, 230 dhe 260 Kodit Procedurës Penale. Konkretisht, 1. Deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit të parashikuar në pikën 1 të ne 228 të Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit askush nuk mund të nështrohet masave të sigurisë personal në qoftë se në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova. Mbaron citimi i dispozitës. Dyshimi i arsyeshëm për kryerjen e veprave penale në të paktën 11 fakte penale ekziston dhe ai është i bazuar në prova, 80 prova, që prokuroria i ka paraqitur në mënyrë shtruese në kuvend. 2.
deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit të parashikuara në pikën 2 të nenit 228 të kodit të procedurës penale, sipas të cilit, citoj, asnjë mas nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe padënueshmërie të shuarjes së veprës penale ose dënimit. Mbyll citimin. Në rastin konkret, nuk ka shkaqe padënueshmërie dhe të shuarjes së veprës penale apo të dënimit sipas legjislacionit në fuqi. 3. Deputetja Belinda Balluku përmbush të gjitha kushtet për caktimin e masave të sigurimit penal të parashikuara në pikën 3 të nenit 228 të kodit të procedurës penale, sepse a. Prokuroria provoi se ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, bazuar në rrethana fakti. B. Ekziston rreziku që të largohet për shkak se rrezikon një dënim të rënd për një krim të rënd. C. Për shkak të rrethanave të faktit, përsëritjes së krimit dhe personalitetit të pandehurit, dyshohet për kryerjen e veprave penale në 11 raste, ka rrezik që ajo të kryejë krime të rënda ose të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet tentativa për pengimin e drejtësisë përmes intimidimit të dëshmitarëve tashmë ka ndodhur dhe ajo po hetohet nga prokuroria. 4. Në kërkesën për autorizim, prokuroria ka argumentuar se në kërkesat e saj për caktimin e masave të sigurimit ka mbajtur parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret, duke përmbushur kështu kushtin e përcaktuar në pikën 1 të nenit 229 të kodit të procedurës penale. Është fakt që prokuroria dhe gjykata kanë respektuar deri më tani parimin e përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të masave të sigurimit personal, siç i citova më herët. Pra nuk ka ardhur menjëherë te kjo mas, po e ka ndjekur në varësi të çështjeve që ka patur, që ka filluar të jetojë. Në këtë mënyrë, prokuroria përmes veprimeve konkrete të përshkallëzuara ka respektuar kërkesat e pikës 2 të nenit 229 të kodit të procedurës penale, sipas të cilës, citoj, çdo mas duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete. Mbahen parasysh dhe vazhdimësia, përsëritja, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parashikuara nga kodi penal. Mbyll citimin. Kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurimit, ndalimi i daljes jashtë shtetit me ato të arrestit në burg apo arrestit në shtëpi, ka ndodhur kur rëndësia e faktit penal është rritur. Nga 2 fakte penale, tashmë është nën hetim për 11 fakte penale, nga të cilat ka statusin e pandehurit. 7 Në 2 fakte penale ka statusin e pandehurit, në 7 ka statusin e personit nën hetim, ndërsa për 3 të tjera ende nuk ka një status të konfirmuar procedural për veprimet, mosveprimet që janë në proces hetimi. Sanksioni për dënimin e mundshëm ka shkuar potencialisht nga maksimumi në 10 vjet në maksimumi në 35 vjet. Këtë e deklaroi haptazi drejtuesi i prokurisë posaçme. Është vërtetuar vazhdimësia dhe përsëritja si dhe ekzistenca e rrethanave rënduese të parashikuara nga kodi penal, vepra penale dyshohet se janë kryer në bashkëpunim. 5. Është mbajtur në konsiderat kushti i parashikuar në pikën 1 të nenit 230 të kodit procedurës penale, sipas të cilit, citoj, arresti në burg mund vendoset vetëm kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandehurit. Mbyll citimin. Është fakt
që prokuroria ka vepruar në mënyrë të përshkallëzuar, kur nevojat e sigurimit e kanë mundësuar dhe është vlerësuar e përshtatshme caktimi një mase më të lehtë të sigurimit, kur kemi qenë përpara 2 fakteve penale nga ana e prokurorisë, nuk është kërkuar masa e sigurimit arrest me burg, por ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Në këtë moment e hetimit, ku pozita dhe nevoja e sigurimit është rënduar për shkak të hetimeve për 11 fakte penale që janë dëshmi e rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandeurit, organi i prokurorisë vlerëson të papërshtatshme masat e tjera të sigurimit për personal përveç masave të sigurimit arrest në burg apo arrest në shtëpi. 6. Deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit ligjor për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg të parashikuar në pikën 2 të nenit 230 për shkak se a nuk është grua shtatzën, nuk është një grua shtatzën ose me fëmijë nën moshën 3 vjeç dhe që jeton me të. Nuk është një person që ndodhet në gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë. Nuk është person që ka kaluar moshën 70 vjeç, nuk është një person toksikoman apo i alkoolizuar për të cilin zbatohet një program terapeutik në institucion të posaçëm. Zoti kryetar, kërkoj të ketë vëmendje nga salla është qetësi po mbajnë, vazhdoni qetësisht. 7. Përmbushet kriteri ligjor i parashikuar në pikën 3 të nenit 260 të kodit të procedurës penale për zëvendësimin e një mase më të lehtë sigurimi me një masë më të rëndë për shkak se ndodhemi në rrethanën kur nevojat e sigurimit janë rënduar. Sikurse është argumentuar gjërësisht, nevojat e sigurimit janë rënduar në të dyja drejtimet, qoftë në drejtim të rëndësisë së faktit penal nga 2 fakte. Kemi shkuar tashmë në 11 fakte penale, vepra penale të dyshuara, qoftë në drejtim të sanksionit të parashikuar për veprën penale konkrete. Sanksioni ka shkuar potencialisht nga maksimumi në 10 vjet në maksimumi në 35 vjet. Të nderuar kolegë deputet, veçanërisht në këtë procedurë parlamentare, duhet patur parasysh edhe impakti që do të kishte mosdhënia eventuale e autorizimit sipas kërkesës së prokurorisë, që do të përbënte rastin e parë në historinë e parlamentit që pas fillimit të funksionimit të prokurorisë së posaçme, krijuar si një organ i specializuar për të luftuar fenomenin e pandëshkueshmërisë në radhë zyrtarëve të lartë. Në një version të tillë do të rezultonte se, së pari, mbajtja apo ruajtja e një imuniteti të tillë në vetvete është një cënim i parimit kushtetues të barazisë përpara ligjit, i cili është thelbi i vetë shtetit të së drejtës. Maksima, sado lart që ti të jesh, ligji është gjithnjë mbi ty, përmbyse duke shndërruar nëse je antar i parlamentit, i këshillit të ministrave, nëse ke mbështetjen e Edi Ramës, ligji nuk mund të prek. Ky do të ishte sinjali më i rëndë dhe më i gabuar që parlamenti kurse si nuk duhet të emetoj ndaj qytetarëve të tij. Atyre që na përfaqësojnë, atyre që sot na ndjekin, atyre që kanë patur interesin ta ndjekin me dyert të hapura punimet e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, si një çështje interesi publik të lartë, por që në mënyrë të kundërligjshme u mbajtën të mbyllura, atyre që presin se si ne sot, ashtu siç përcaktohet nga Kushtetuta, do të votojmë me votim të hapur. Qytetarët që na përfaqësojnë duhet patjetër të kuptojnë pse ky parlament do të votojë në një mënyrë ose një tjetër, pse përfaqësuesit e tij, kur nuk ekziston asnjë kusht për mosheqjen e imunitetit, që kërkojnë që kushdo nga deputetët të jap apo dhe ministrat, edhe kryeministri, të jap llogari përpara ligjit për krimet që kryen në ushtrimin e detyrës, në mënyrë të veçantë korrupsionit, të shkojë përpara drejtësisë dhe jo të mbrohet këtu me korrac të imunitetit parlamentar të majorancës. Së dyti, vetë rregullat e imunitetit
në thelbin e tyre kanë potencialin e madh që të keq përdoren nga deputetët dhe të shndërrohen prej tyre në një stre për të mbrojtur nga shkelja e ligjit. Dhe kjo është ajo që mund të fillojë të ndodhë sot. Një vendimarrje e tillë do të shërbente si një incentiv për të tërhequr në strehën e parlamentit njerëz me rekorde kriminale. Ka ndodhur një herë këtu. Jemi detyruar të bëjmë një ligj me 3 pestat, ligjin e dekriminalizimit, të ndryshojmë kushtetutën për këtë. Po sot hapet rruga që të fillojë përsëri dhe ky parlament jetë përsëri strehë kriminalësh. Kjo është plagë e madhe, akoma shumë e freskët dhe aktuale e politikës shqiptare. Së treti, rregullat e imunitetit në vetvete dhe për më shumë akoma një vendimarrje për mbajtjen e imunitetit në rastin konkret do të minonte besimin e publikut tek parlamenti si institucion dhe do të krijonte përçmim për politikën, politikanët dhe vetë sistemin politik. Kuvendi, pas një dilemë, duhet miratoj dhënien e autorizimit se vetëm në këtë mënyrë secili prej deputetëve veçmas, por dhe kuvendi si një i tërë tregon standardin më të lartë të sjelljes etike dhe bëhet model për të tërhequr në mjedisin politik njerëz të rinj dhe me vlera. Kjo është detyra jonë, t'i përfaqësojmë ata që po na shohin, të gjithë ata 4.7 milion shqiptarë, për cilëve më pak se gjysma jetojnë këtu, po të tjerët na ndjekin nga atje ku janë detyruar të emigrojnë. Kjo është detyra jonë, drejtësinë e vendos sistemi gjyqësor. Së katërti, nëse kuvendi voton për mbajtjen e imunitetit dhe për pengimin e drejtësisë, ky veprim do të ishte goditja më energjike ndaj shpresës së publikut dhe aksionit politik brenda dhe jashtë vendit për reformën drejtësi dhe luftën kundër pandëshkueshmërisë, si themel edhe i rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Madje nuk është opsionale. Ne nuk kemi rrugë tjetër në këtë shteg që duhet ndjekim patjetër drejt Bashkimit Evropian. Së pesti, mbajtja e imunitetit nga kuvendi në rastin konkret tregon haptazi, mungesë vullneti politik për të luftuar korrupsionin, jo vetëm deputetëve, po mbi të gjitha të ministrave dhe të kryeministrit dhe të kujdo zyrtari tjetër të veshur me imunitet dhe rrjedhimisht përbën një hap pas në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, kuvendi do të godas fort pritshmëritë dhe përpjekjet e shoqërisë shqiptare për t'u bashkuar familjes europiane, e cila na ka vënë ndër të tjera edhe kushtin për luftën me zero tolerancë kundër korrupsionit. Të nderuar deputet, përfundimisht dëshirojmë të evidentojmë se në shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë duhet të mbështetemi në ruajtjen e interesit publik, në nxitjen e luftës kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, në mbrojtjen e reputacionit parlamentit, në mospengimin e drejtësisë, në mosndërhyrjen në kompetencat e sistemit drejtësisë dhe në dhënien e mundësisë deputetit, të cilit i kërkohet heqja e imunitetit, që të pastrojë figurën politike në mënyrë të padyshimtë nga një autoritet i pavarur dhe i paanshëm, siç është sistemi i drejtësisë, duke respektuar parimin e barazisë përpara ligjit. Interes për akses në drejtësi nuk ka vetëm deputetja, po kanë të gjithë qytetarët e Shqipërisë për dëmin që prokuroria ka hetuar, ka gjetur dhe është e gatshme me prova të shkojë përpara. Aksesi në drejtësi nuk duhet të pengohet, jo vetëm deputetës duke penguar këtu, por edhe gjithë shqiptarëve të cilët e kanë këtë drejtë duhen të marrin vesh cila është e vërteta dhe të bëhet drejtësi. Kush është fajtor, le të marrë 35 vite. Kjo arrihet vetëm nëse përmbushet rekomandimi për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimit publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale, pra zëvendësim në atë me arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku,
në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person në hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur dhe në bashkëpunim veprën penale shkelja barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, parashikuar nga në 258-225 Kodit Penal. Në të kundërt, përmes mos miratimit të rekomandimit, siç është bërë tashmë publike nga qëndrimi i grupit parlamentar të mazhorancës socialiste, dhe kemi ende kohën për dëgjuar nëse ka ndryshim, cënohet interesi, pra me propozimin për mosheqjen e imunitetit, cënohet interesi publik, dekurajohet lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, dëmtohet reputacioni i parlamentit, të gjithë do fillojnë ta shohin si korrat që mbron krimin dhe korrupsionin, pengohet drejtësia dhe kuvendisht ndërrohet në mburojtje politike, në mbrojtje të zyrtarëve të lartë korruptuar, ndërhyjet në kompetencat e sistemit drejtësisë si dhe cënohet parimi i barazisë para ligjit. Bashkëlidhur kësaj shkrese ne kemi paraqitur edhe raportin e plot, është i përbërë prej 48 faqesh i 5 antarëve të Këshillit Rregullores të Mandateve, përfaqësues të pakicës parlamentare. Kemi një numër dokumentacioni tjetër të bashkëlidhur që të dorëzuar në kuvend dhe në përfundim ripërsëris. Ne 5 antarët e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin që përfaqësojmë pakicën parlamentare në këtë këshill, rekomandojmë të votohet pro për miratimin e kërkesës numër 443-019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për heqjen e imunitetit për deputeten Belinda Balluku. Siç e thash, ky është raporti, është i depozituar, ju e keni në dorë, tani është në gjykimin tuaj. Jo vetëm kushtetues ligjor, por edhe moral, që kur ta ngrini dorën, të keni parasysh që po përfaqësoni ato 4.700.000 shqiptar, jo vetëm ata që kanë drejtë e votës, po dhe ata që presin që pa drejtë vote, ky parlament të përfaqësojë në mënyrën më të plotë, më drejtë, më dinjitoze, për një vend i cili mirë qeveriset dhe nuk qeveriset në këtë mënyrë skandaloze të mëshme kriminale, një sistem kleptokratik, i cili po gjen buroj këtu, qoftë nëpërmjet imunitetit, qoftë nëpërmjet ndryshimit ligjeve, të cilat ja bëjnë të pamundur prokurorisë që të shkojë deri në fund, i japin mundësinë kriminalëve të strehohen këtu apo me pushtetin që kanë të dëmtojnë provat, ta bëjnë gjykimin para një gjykate të vështirë apo të pamundur për shkak se arritën të dëmtojnë procesin penal dhe gjithë kjo me mburojën dhe bekimin e kryeministrit, i cili është i gatshëm të ushtrojë çdo lloj presioni vetëm e vetëm që sistemi drejtësisë me të gjitha problemet që ai ka në këtë rrugtim që ka nisur të vërë përpara drejtësisë majat e sistemit ekzekutiv nga ku bëron gjithë korrupsioni. E përsëris dhe njerë, detyrimi juaj këtu është për të votuar në mënyrë të hapur. Ky ndryshim që është bërë në vitin 2012 ka qenë krejt i qëllimshëm, që të gjithë shqiptarët ta dinë shumë mirë kush voton pro dhe kush voton kundër heqjes imunitetit. Ta dinë shumë mirë kush është pro që edhe deputeti, edhe ministri, edhe zëvendës kryeministri, edhe kryeministri është i barabartë me ta. Nëse ka një dyshim të arsyeshëm të shkojë dhe të përgjigjet përpara drejtësisë, ta pastrojë atje emrin e tij dhe reputacionin publik dhe politik, dhe jo të mbrohet këtu. Të gjithë do t'ju shohin ju me radhë të gjithë kur të ngrini dorën se si do të votoni. Ky është qëllimi pse votimi është publik, që askush mos fshihet pas votimit sekret, dhe të gjithë shqiptarët kuptojnë që një moment kaq të rëndësishëm, i cili do të vendos një precedent nëse ne do të vazhdojmë në rrugën e dur, jo vetëm të kushtetutës, po atë që na kërkon e gjithë Evropa ku ne përpiqemi të shkojmë, do shkojmë atje me kokën lart, me integritet, apo me një sistem i cili mbron korrupsionin, krimin organizuar, të cilët të bashk kanë prodhuar një sistem kleptokratik i cili vjedh votën, vjedh paranë shqiptarëve
dhe masakron shpresën e tyre dhe i largon nga Shqipëria për ditë. Faleminderit. Faleminderit zoti Byk Bashi. Vazhdojmë me prezantimin e raportit rekomandues të 5 deputetëve të shumicës parlamentare, antar të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Zoti Ulsim Manja, si relator, fjala për ju. Fjala për zotin Ulsim Manja. Të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar shqiptar që po e ndihni me interes sot këtë seancë, unë do të mbaj raportin rekomandues për kuvendin në emër të 5 antarëve të shumicës në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Edhe ne raportin ton e kemi bërë publik, është i depozituar në kuvend dhe është publik në faqen zyrtare të kuvendit, por sot do të përpiqem në mënyrë të përmbledhur të jap arsyet sepse ne si antar shumicës në këtë këshill i kemi propozuar kuvendit rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arestimin e deputetes së këtij kuvendi, zonjës Belinda Palluku, të depozituar në kuvend në datën 16/12/2025. Por më lejoni të shpreh shkurtimisht qëndrimin tim lidhur me raportin e antarëve të pakicës në këtë këshill që sapo lexoi kolegu Oert Bylyk Bashi. Kam që nga viti 2013 në këtë kuvend dhe në fakt në këtë sallë kjo është kërkesa e 7 e organit akuzës që vjen në këtë kuvend për dhënie autorizimi për arestimin e një antari të parlamentit, kontrollin personal apo kontrollin e banesës. Është e 7-ta kërkesë kjo e sotmja për deputeten Belinda Palluku. Por më lejoni të them që nuk kam dëgjuar në këtë sallë raport më të detajuar në analizën e provave, fakteve dhe rrethanave të një kërkese të organit prokurorisë se sa sot. Gjë e cila në fakt bie ndesh me frymën e nenit 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe me nenin 288 Kodit Procedurës Penale. Madje këtë raport kaq të detajuar në analizë provave nuk e kam dëgjuar nga kolegët e opozitës as në 21 dhjetor 2023, kur këtu kishim kërkesën e provurisë posaçme për dhënien e autorizimit për arrest për një tjetër antar të këtij parlamenti, por atëherë me një ndryshim, raporti pakicës sugjeronte ndryshe nga sot rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me argumentin se nuk plotësohen kërkesat e nenit 260 të Kodit Procedurës Penale. Por unë fakt në raportin e shumicës në këtë parlament do t'i qëndroj besnik neni 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, neni 288 Kodit Procedurës Penale, 260, por dhe neni 13 e 118 të rregullores Kuvendit Shqipërisë. Në emër të antarëve shumicës në këtë këshill, në momentin që ne e paraqitëm raportin ton në lidhje me kërkesën e provurisë posaçme për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Palluku, ka ndodhur një realitet i ri faktik dhe institucional. Një realitet i ri juridik i cili, le të themi, e ndryshon tërësisht natyrën e vlerësimit dhe shqyrtimit kërkesës së SPAK-ut
në raport me dhënien e autorizimit për zëvendësimin e masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit me ato të arrestit në burg ndaj deputetes Belinda Balluku. Dhe ky fakt ka të bëjë me ato që deputet janë fjalë, nuk ushtron më funksione ekzekutive për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar në përputhje me nenet 95-102 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Përjedhoj, masa e sigurimit personal, ajo e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave, nuk prodhon më asnjë efekt real juridik dhe në të njëjtën linjë arsyetimi, raporti ynë e qartëson edhe narrativën mbi të cilën prokuria posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre penale, të cilat mbeten thelbësisht hipotetike, për sa kohë lidhet drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputet janë në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, të nderuar koleg, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti sot përpara kuvendit është një procedurë formale. Jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejt për drejt kushtetuese të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar që secilit prej nesh këtë sallë i kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër, në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetet një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është ndruar sot në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e qytetarëve shqiptar. Në vend një procesi të qetë, të drejtë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor ato të prezumimit pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme sot që Kuvendi i Republikës Shqipërisë të flasë shumë qartë, të ndaj politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik nga procesi i rregullt ligjor. Të nderuar koleg, për këto arsye që rëndita më sipër, Kuvendi i Republikës Shqipërisë nuk është sot përballë një votimi të zakonshëm procedurial. Ne jemi përballë një vendimarrje që prek drejt për së drejti lirinë personale të një deputeti, ushtrimin e mandatit përfaqësues dhe balancën ndërmjet pushteteve në një shtet demokratik. Kërkesa e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar synon në fakt sot zëvendësimin e masës së sigurimit personal, të ndalimit të daljes jashtë shtetit me një masë më të rëndë, atë të arrestit në burg ndaj anëtares së këtij parlamenti, deputetes Belinda Balluku, e cila pohetohet as më shumë dhe as më pak për veprën penale të shkeljes së barazisë pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, të parashikuar nga nenet 25 e 258 dysh të kodit penal dhe jo akuzë korrupsioni. Kuvendi sot nuk ka kompetencë gjykoj fajësinë dhe as zëvendësoj gjykatën. Përkundrazi, ne jemi ftuar sot për të bërë një filtr kushtetues të kësaj kërkese. Dhe ky filtr nuk është dhe nuk mund të jetë formal. Ai është një mekanizëm thelbësor për ruajtjen e balancës institucionale dhe për respektimin e rolit që kushtetuta i ka dhënë pushtetit legjislativ në raport
me pushtetet e tjera. Më lejoni që në vlerësimin e kësaj çështje në emër të shumicës të futem në kontekstin e çështjes. Me 16 dhjetor 2025, Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit paraqiti në Kuvendin e Republikës Shqipërisë kërkesën për autorizimin e heqjes lirisë së deputetës Belinda Balluku. Kërkesa proceduralisht lidhet me zëvendësimin e një mase sigurimit vendosur më parë nga gjykata kompetente. Pra nuk jemi në kushtet kur kërkohet dhënia e autorizimit për caktimin e një mase sigurimi personal fillestare ndaj deputetës. Sepse hetimet për të kishin filluar me kohë, që në gusht të vitit 2024. Dhe drejtësia, pra Prokuria e Posaçme, i kishte tërësisht duart e lira për të ushtruar hetimin dhe ndjekjen penale ndaj deputetës Balluku për akuzën e shkeljes së barazisë tendre. Me 19 nëntor 2025, Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit caktoi ndaj deputetës masën e sigurimit personal të ndalimit daljes jashtë shtetit. Kjo masë vazhdon të jetë në fuqi edhe sot, sipas të dhënave në raportin në relacionin që shoqëron kërkesën e Prokurisë Posaçme, dhe që del qartësisht se kjo masë është respektuar në mënyrë rigoroze nga deputetja Belinda Balluku. Kërkesa në thelb synon ta zëvendësoj këtë masë, të cilën deputetja e ka respektuar dhe ka qenë masa më e përshtatshme sipas vendimit të gjykatës posaçme, kërkon ta zëvendësoj sot me masën e arrestit në burg apo arrest shtëpi. Prokuria e ka argumentuar kërkesën me pretendimin se janë rënduar nevojat e masës së sigurimit. Pra, nuk jemi në kushtet kur nuk është respektuar masa e parë, por jemi në kushtet, thot Prokuria, se nuk është respektuar, se janë rënduar nevojat e sigurimit. Tani me 16 dhjetor, kërkesa erdhi në kuvend dhe Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, bazuar në nenin 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, neneve 288, 289, 260 të Kodit Procedurës dhe neneve 13 e 118 të rregullorës, e shqyrtuam këtë kërkesë në 2 mbledhje tonat. Në datën 19 dhjetor 2025 dhe në datën 23 shkurt të vitit 2026. Sigurisht me dyert të mbyllura, duke respektuar kërkesën e organit të akuzës për ruajtjen e sekretit hetimor. Roli i kuvendit në shqyrtimin e kësaj kërkese është i natyrës kushtetuso-proceduriale dhe jo gjyqësore. Kuvendi nuk vlerëson fajësinë penale, nuk analizon provat në themel të çështjes, pasi kjo kompetencë në mënyrë ekskluzive i rezervohet gjykatës. Në përputhje me nenin 288 Kodit Procedurës Penale, kërkesa për autorizim duhet shoqërohet me një relacion të arsyetuar dhe mbi provat mbi të cilat mbështetet organi i akuzës. Dua ta theksoj këtë parashikim ligjor, sepse Kuvendi për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin gjykon vetëm mbi bazën e kërkesës, relacionit dhe provave që bashkë shoqërojnë kërkesën. Këshilli nuk administron prova të reja. Nuk është kjo detyra e Këshillit dhe as e Kuvendit të Shqipërisë. Detyra jonë është që ta japim vlerësimin dhe gjykimin ton vetëm mbi bazën e atyre që palët paraqesin në këtë këshill. Në këtë kontekst, kompetenca e Kuvendit kufizohet në verifikimin nëse janë përmbushur kushtet ligjore për autorizimin e kufizimit lirisë personalit një deputeti.
Tani vlerësimi i kërkesës nga ana jonë si deputet maggjorancës në Këshill. Nga shqyrtimi i materialeve që u paraqitën në Këshill rezulton se akuza penale ndaj deputetes Belinda Balluku nuk ka ndryshuar dhe lidhet me veprën penale të shkeljes barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, sipas neneve 258 kodit penal. 2. Nuk ka akuzë për korrupsion. 3. Nuk ka akuzë për pengim drejtësisë, ndryshe nga sa parashtrohet në kërkesë, por ndryshe edhe nga sa u parashtrua sot në raportin e pakicës parlamentare. Provat mbi të cilat mbështetet kërkesa janë në thelb të njëjtat prova që kanë qenë në dispozicion të gjykatës posaçme në momentin kur ajo vendosi masën fillestare të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Nuk ka asnjë ndryshim rrethane nga ky moment dhe deri në momentin kur ky kuvend po shqyrton këtë kërkesë sot. Deputetja ka respektuar plotësisht masën e sigurimit të vendosur nga gjykata. Duke patur në dispozicion të njëjtin material provues, gjykata e posaçme kishte vlerësuar më parë se masa më e përshtatshme dhe proporcionale ndaj deputetes Balluku ishte ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe jo arrestit. Dhe sot me të njëjtat rrethana i kërkohet këtij kuvendi të marrë atribute gjyqësore dhe të lejoj zëvendësimin e një mase më të lehtë, të përshtatshme sipas gjykatës, me një masë më të rëndë, ato të arrestit në burg. Duke i kërkuar parlamentit të heqdorë nga funksioni i tij themelor kushtetues sipas tenit 73, ato të vlerësimit të përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore për dhënien ose jo të autorizimit për arrestimin e një prej anëtarëve të parlamentit. Pra, ne sot na kërkohet të autorizojmë zëvendësimin e kësaj mase sigurimi me një masë shumë më të rëndë që kufizon lirinë personale, kur gjykata kompetente ka folur me të njëjtat fakte, rrethana dhe prova, sipas asaj që janë vendosur në kërkesën e provurisë. Kjo situatë nga një çështje institucionale, pasi kuvendi kërkohet të jap një autorizim për një masë të rëndë sigurimi në mungesë tërësore të rrethanave që justifikojnë ndryshimin e vlerësimit të mëparshëm të dhënë nga një gjykatë kompetente. Tani u fol këtu edhe në fakt jo vetëm tek raporti i opozitës, por gjatë gjithë këtyre ditëve që nga prezantimi i raportit ton në grupin parlamentar për standardet ligjore dhe europiane të trajtimit të kërkesave të tilla. Sigurisht që edhe raporti ynë merr në konsiderat këto standarde. E para merr standardet që ka kushtetuta, neni 73. E dyta merr standardet procedurale të parashikuara në kodin e procedurës penale, por edhe jurisprudencën e gjykatës tonë kushtetuese dhe jurisprudencën e gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit, por dhe opinionet miqësore të Komisionit Venecias që e kanë shtëruar këtë fushë, që ka të bëjë me trajtimin e imuniteteve kushtetuese dhe procedurale të anëtarëve të parlamentit. Sipas kodit procedurës penale, zëvendësimi një mase sigurimi me një masë më të rëndë zakonisht kërkon që të ketë rrethana të reja, prova të reja, ose të jetë konstatuar shkelja e masës sigurimit vendosur më parë. Kjo e treta nuk është në analizë. Masa e vendosur nga gjykata është respektuar. Ndryshe nga kërkesa e dhjetorit 2023, që lidhe me zëvendësim mase, për shkak të mos respektimit të një mase sigurimit vendosur më parë. Këto kërkesa lidhen me parimet themelore që rregullojnë kufizimin e lirisë personale në një shtet të drejtës.
veçanërisht parimin e domosdoshmërisë, parimin e proporcionalitetit dhe parimin e rëndësishëm kushtetues atë të prezumimit pafajësisë. Parimi i prezumimit pafajësisë i garantuar në neni 6 konventës europiane për drejtat e njeriut kërkon që çdo person i hetuar ose i akuzuar të trajtohet si i pafajshëm deri në provimin e fajësisë me një vendim penal gjyqësor të formës prerë. Në këtë kuptim, masat e sigurimit që kufizojnë lirinë personale duhet të aplikohen vetëm kur janë rrepsisht domosdoshme dhe për qëllime strikte procedurale. Sipas jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, rëndimi një mase sigurimi që kufizon lirinë personale kërkon ekzistencën e rrethanave konkrete dhe reale dhe demonstrimin se masat më pak kufizuese kanë qenë të pamjaftueshme. Por në fakt gjykata e posaçme ka thënë që masat janë të mjaftueshme. Pra, masa e ndalimit të daljes jashtë shtetit e garanton procedimin penal dhe hetim. Sipas neni 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, arrestimi ose ndalimi një deputeti kërkon autorizimin paraprak të kuvendit. Kjo garanci kushtetuese jam edhe unë plotësisht dakord që synon të mbroj pavarësinë e pushtetit legjislativ, ushtrimin e lirë të mandatit parlamentar dhe balancën ndërmjet pushteteve kushtetuese në Republikën tonë. Kuvendi nuk është organ që gjykon çështjen penale. Ky mision i takon drejtësisë dhe nuk rivlerëson provat e hetimit penal. Ato i bën gjykata. Roli ynë në verifikimin kufizohet në verifikimin nëse janë përmbushur kushtet ligjore për autorizimin e kufizimit të lirisë personale të një deputeti. Në rastin konkret të deputetes Belinda Balluku. Në përfundim, pas shqyrtimit kërkesës dhe materialeve të paraqitura, ne antarët e shumicës në Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, kemi arritur në përfundimin se kërkesa e provurisë posaçme lidhet me zëvendësimin e një mase sigurimi ekzistuese që është respektuar plotësisht nga deputetja Belinda Balluku dhe që është gjykuar si e përshtatshme me të njëjtat fakte, prova dhe rrethana nga gjykata kompetente që është gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjë e cila është lënë fuqi edhe nga gjykata e apelit të posaçëm. Së dyti, akuza dhe materiali provues mbeten të njëjta me ato që ka patur në dispozicion qoftë provuria posaçme, qoftë gjykata e posaçme në momentin që e kanë caktuar këtë masë. Masa është respektuar plotësisht, nuk janë identifikuar rrethana të reja që ta justifikojnë vendosin e kësaj mase, akuza ngelet po e njëjta, ajo është shkeljes barazisë tendra dhe jo akuzë korrupsioni, nuk ka akuzë për pengim të drejtësisë dhe gjendur në këto rrethana, ne në respekt të këtij kuadri kushtetues, procedurial dhe ligjor, që në hierarki fillon me nenin 73 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë e pastaj me kodin e procedurës penale dhe rregulloren e kuvendit, i sugjerojmë sot këtij kuvendi rrëzimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për zëvendësimin e masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit ndaj deputetes Belinda Balluku me atë më të rëndën të arrestit në burg ose në shtëpi. Mosdhënien e këtij autorizimi, pasi nga shqyrtimi i materialeve dhe rrethanave që bashkëshoqëronin kërkesën e provurisë posaçme, nuk rezulton të jetë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes së një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar
dhe me funksionimin e institucionit të kuvendit. Ne kemi marrë gjithashtu në konsiderat në këtë rekomandim tonin edhe faktin se standardet e vendosura tashmë nga prokuria posaçme dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të evidentuara në raportimet e tyre vjetore në këtë sallë të Kuvendit të Shqipërisë, e trajton këtë vepër penale, pra ato të shkeljes barazisë në tendera, në shumicën dërmuese të këtyre rasteve, pa mas sigurimi fare. Dhe jo më të kërkohet sot për një antar të Parlamentit të Shqipërisë që ushtron një mandat përfaqësues që ja kanë dhënë zgjedhësit shqiptar në këtë vend, të kërkohet zëvendësimi i kësaj mase me masën më të rëndë për një vepër që referuar statistikave dhe raporteve që ne kemi administruar në kuvend, ndiqet pa mas sigurimi. Ky qëndrim i ynë sot t'jeni të bindur që nuk ndikon në vijimin e hetimit penal, sepse deputetja Belinda Balluku është në hetim nga prokuria e posaçme që nga gushti i vitit 2024, me mas sigurimi që është fuqi që prodhon pasojë juridike, siç është ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Shqipëria që nga viti 2012 nuk ka më imunitet sa i takon hetimit dhe ndjekjes penale. Parimi i barazisë para ligjit, i sankcionuar në nenin 18 Kushtetutës Republikës Shqipërisë, tashmë që nga 2012 është i respektuar plotësisht. Deputeti hetohet, ndiqet penalisht, ndaj tij caktohen masat sigurimit personal dhe dënohet për kryer një vepre penale si çdo qytetar tjetër në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit edhe ftoj kolegët e mi të shumicës parlamentare të mbështesin raportin ton që unë sapo lexova në këtë kuvend. Faleminderit. Faleminderit zoti Manja. Siç e theksova më sipër, sipas rregullores, raportet e Këshillit nuk janë objekt diskutimi. Kalojmë procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Ju lutem votoni prezencën. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi për prezencën. 128 deputet prezent. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimit. Projekt vendim. Pranë votimi hidhet projekt vendimi jo raportet. Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku nëpërmjet zvendësimit mas sigurimit. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik. Hapet votimi me elektronik. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vjoj me rendin e ditës. Pika 4. Projekt ligji për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Metrit nënshkruar në Paris në 20 maj 1975, ndryshuar me Konventin e nënshkruar në Sevre në 6 tetor 1921 dhe rregulluar në përkatëse, referuar nenit 73.2 rregullores. Nëse nuk ka pyetje, fillojmë diskutime me paraqitjen e aktit nga zonja Ibrahimaj. Zonja Ibrahimaj, keni fjalën. Pa kufizim minutazhi, sipas nenit 47 të rregullores. Ju lutem bani qetësi, nuk mund të vazhdojmë kështu. Nuk mund të vazhdojmë seancën kështu, mos prisni seancën. Zoti Balla, për procedurë. Zoti kryetari i Kuvendit, bazuar nenin 49, kërkoj kalimin votim në pamundësi për të zhvilluar diskutimet. Atëherë, në kushtet
pamundësimi i zhvillimit të seancës dhe mbas propozimit të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në bazë të neni 49, hedhim në votim propozimin për ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Kush është dakord? Kush është dakord? Kush është dakord? 82 pro, kundër, abstenim, miratohet ndërprerja e diskutimeve. Kalojmë në procesin e votimit. Ju lutem bëhuni gati për procesin e votimit. Hapet edhe njerë votimi për prezencën. Votoni edhe njerë prezencën. Ju lutem votoni prezencën. Mbyllet votimi për prezencën. 82 deputet kanë votuar prezent, 0 abstenim, 0 kundër, pra 82 deputet prezent. Fillojmë me votimin e akteve. Projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konvendin e Metrit, nënshkruar në Paris në 20 maj 1875, të ndryshuar në Konvendin e nënshkruar në Sevre më 6 tetor, dies 1921, në rregulluar në përkatëse. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për votim. Votimi është i hapur, procedura e votimit, 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 81 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në parim projekt ligji. Kalojmë votimin nën për nën me karton, sipas variantit propozuesit. Neni 1 me karton, ju lutem, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Lutem votoni. Mbyllet votimi. 80 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet tërësi projekt ligji. Pika 2, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes SUAS në midis Republikës së Shqipërisë, UAMARSI, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, KESH, Agjencia e Zbatimit të Projektit, dhe KFV Frankfurt am Main, KFV, për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet edhe në tërësi projekt ligji. Pika 3, projekt vendimi për disa shtesa në vendimin numër 64/2025 për caktimin e antarësisë së Komisionit të Breshme të Kuvendit të Shqipërisë i ndryshuar. Deputeti Ailiza Spiropali caktohet antare në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Deputeti Piro Vëngu caktohet antar në Komisionin për burimet natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, 1 votim elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 80 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Miratohet projekt vendimi. Pika 4, projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 65/2025 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e Komisionit të Brendshëm të Kuvendit i ndryshuar. Deputeti Piro Vëngu caktohet antar zëvendësues në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, 1 votim elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi.
79 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Diskutimi jashtë rendit ditës nuk ka. Tu seanca mbyllet, seanca e radhës do t'ju leftohet sipas rregullores. Ju falenderit.